Kur themi ripërtëritje me flamur nokën nuk ka. O duhet jetë ripërtëritje plot në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antare e Këshillit Kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antare e Këshillit Kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, siç e thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e Këshillit Kombëtar e ka detyrim ta lexoj rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo Këshilli Kombëtar, kjo mbetet në dorë të Këshillit Kombëtar. Më lejoni t'ju them, kryetarja e Këshillit Kombëtar nuk mund ta fillojë detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një vot siç kam unë një vot të barabartë. Pra, aty janë gjithë anëtarët e Këshillit Kombëtar janë të barabartë. Nëse e votojnë dhe mbështesin këtë rezolut, zgjedhin anëtarët e Këshillit Kombëtar. Në këtë rezolut ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexoj sheshin. Pra, njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen shesht aty. Prandaj, duhet ta lexojmë qartë protestën dhe unë kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolut në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës, por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme. Kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar, të miratojmë 2 organe shumë të rëndësishme të cilët po i quajmë një pjesë intelektuale, një grupim intelektual, ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëzit që janë në shtëpi, që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe unë mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativ për shqiptarët dhe alternativ fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj, ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra, nuk mundet që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesi muli. Pra, të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni t'ju them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi. Duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanet, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mjelin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojnë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilans për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarar që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Edi Ramës? Mendoj se jo. Prandaj ju ftoj në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Unë kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe unë jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgjohet zëri, unë jam e detyruar të dalë ta bëj me dije për demokratët, ta bëj me dije për shqiptarët, sepse kjo rezolut nuk ka të bëj me Iliriana Kuçanën, po ka të bëj me shqiptarët, ka të bëj me demokratët për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua ky është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Unë kam qenë prej ditës parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën, që është protestë qytetare dhe ajo që duhet të bëj thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.